Zotit. Ndërkohë ka një reagim të minutave të fundit, jeni duke ndjekur në fleshin informativ të kreut Partisë Socialiste, një është kryeministër i vendit Edi Rama në rrjetin social X përsa i përket çështjes Ballukut. 3 konkluzione shkruan Rama nga mbledhja e grupit parlamentar pas mos vendimit të gjykatës kushtetuese dhe nga rivendosjes së pezullimit të ministres nga 1. Funksionet e padelegueshme kushtetuese nga ai antari të qeverisë tek ai presidenti të Republikës dhe jo vetëm. Nuk mund të pezullohen kurrësi nga askush duke u nisur nga një emër i përvetshëm, sepse pezullimi paralizon funksionin pra institucionin që ai ose ajo drejton. 2. Nisur dhe nga leximi i deklaratës publike të gjykatës kushtetuese, ku të gjithë anëtarët e trupës shfaqen unanim lidhur me problemin, po ndahen tek rrugëzgjidhja. Grupi parlamentar socialist do të angazhohet për zgjidhje përmes ndërhyrjes në legjislacion. E vetmja palë e përmbushur nga rikthimi i pezullimit është SPAK, që në kushtet e pezullimit mund të vazhdojë krejt qetësisht hetimin përkatës, ndërkohë që deri në adresimin ligjor të zgjidhjes nuk ka asnjë urgjencë për trajtuar kërkesën e SPAK që ka bërë pas rënies së masës së pezullimit. Një shtesë nga ana ime, shkruan kryeministri. SPAK-u nuk preket, vetëm mbështetet liria dhe drejta e çdo prokurori për të hetuar çfarë do qoftë e këdo qoftë nuk preken, vetëm garantohen pavarësia kushtetuese, pushteti legjislativ dhe ekzekutiv gjithashtu nuk preken, vetëm garantohen. Është reagimi i kryeministrit Rama. Ne më vonë do ta diskutojmë dhe me ekspert se cilat mund të jenë nismat ligjore që do të ndërmerren nga Partia Socialiste, nga maggioranza, për sa i përket kësaj deklarate të kryeministrit Edi Rama.